si faqe dhe të tjerët për tentim pengime të administrimit të drejtësisë për t'i sjellë pra janë gjithsej 3 materiale të ndryshme të cilat tash ka tentuar që t'i sjellë edhe këto, edhe mbrojtja e Hashim Thaqit, kryembrojtësi në fakt Luka Mishetic, që tregoi pra që në krye të kësaj seancës se kjo nuk është në rregull as për faktin se një person nuk mund të dënohet 2 herë për të njëjtën vepër. Çka do të thotë kjo? Që prokuroria po tenton t'ia mbësh në këtë rast Thaqit dënimin për të njëjtën vepër 2 herë, pra edhe të rasti i parë se ka tentuar të ndikoj tek dëshmitarit, pastaj ta dënoj edhe tek rasti. Është shumë e qartë, krejt ke shpjegimi, por në fakt ka ndodhur diçka shumë jashtëzakonshme sot kur të rasti dhe i Thaqit dhe të tjerëve jo specifikisht me emër, por dihet që bëhet fjalë për Enver Sekiraqen, që është paraqitur si viktimë në Hagë, sepse kështu thot gjyqtari dhe thot se provat janë të një viktime që UÇK-ja ka ndaluar, por pastaj është dënuar për krime të rënda dhe është arratisur dhe bëhet fjalë për Enver Sekiraqen, sepse pavarësisht që nuk ja përmend emrin direkt Enver Sekiraqa, Charles Smith, kryetari i trupit gjykues, e përmend datën specifike kur është folur për këtë dëshmitar, është 31 tetori viti 2024 kur ka dëshmuar në Hagë Nureddin Ibishi dhe disa dëshmitar tjerë pasues pas tij në të njëjtën ditë, mirë po është përmendur adet me emër dhe mbiemër Enver Sekiraqa, nga mbrojtja e Jakub Krasniqit, pra është ngritur në këmbë avokatja Venka Desfari Alaindra, e cila ka kërkuar që të mos i besohet këtij individi për shkak që i njëjti ka kryer edhe vepra të tjera të rënda kundër drejtësisë pra në Kosovë, vepra të tjera të rënda penale dhe në fakt është arratisur nga drejtësia sepse në tetor të vitit kaluar edhe më tej edhe sot e kësaj dite Enver Sekiraqa është i arratisur. Mirë po, ato 3 dokumente janë 3 lajme të ndryshme të cilat i bie që tash i ka dorëzuar mbrojtja Jakub Krasniqit që vërtetojnë se Enver Sekiraqa i ka ikur drejtësisë kosovare dhe kryetari i trupit gjykues thotë që ka pasur mundësi që diskutohen këto prova brenda palëve, nuk i bën dëm asnjërs palë nëse këto pranohen, pavarësisht që nuk mund të vërtetohen tutje, po janë 3 shkrime të ndryshme nga persona të ndryshme pra në agjensitë të ndryshme të lajmeve. Tek Enver Sekiraqa dhe koha kur i ka dhënë gjendja e tij. Ajo që dihet dhe që është konfirmuar tashmë është se Enver Sekiraqa ka qenë ose është paraqitur si viktimë në këtë rast, sepse Charles Smith e përmend që ky person, të cilit sot nuk ju referua me emër, përmendet në dosjen paraprake të zyrës së prokurorit të specializuar si një viktimë e ndaluar në njërin prej qendrave të ndalimit. Si ka arratisur si një viktimë të vlej dëshmia e tij? Ky i bie se ka dhënë dëshmi shumë herët, pra pranë zyrës së Euleksit dhe është pranuar si njëri prej 154 viktimave që janë pranuar në këtë rast. Bëhet fjalë për qendrën e ndalimit në Majac, në zonën operative të Llapit dhe ajo që bëri sot të ditur që zbuloi po ashtu Charles Smith është që Enver Sekiraqa nuk është paraqitur vetë, mirë po dëshminë e tij ja ka treguar një dëshmitari tjetër, i cili për Enver Sekiraqen ka folur në sallën e gjykimit, që i bie duhet të ketë edhe në seanca tjera të mbyllura që akoma. Dhe a qëndron kjo? Apo fshihet diçka? Kjo tashmë u vërtetua prej Charles Smith se dëshmia e Enver Sekiraqës për të bëmat që janë bërë atij pra në këtë qendrën e ndalimit në Majac është dëgjuar përmes një dëshmitari tjetër të cilin ka pasur mundësi që ta pyes edhe prokuroria ose të bëjë kundërpyetje edhe mbrojtja në anën tjetër. Mirë, në fakt, Arjan, gjithë kjo që po ndodh atje, po ndalemi radhazisht siç edhe shtruam bisedën këtu në studio, pra fakti që sot disa prej përgjimeve të rastit tjetër ku janë përfshirë treshja mund përdoren si pjesë rënduese tek e para në rast se edhe aty nuk ka prova. Si e ke parë gjithë këtë? Natyrisht e kam parë si një tentativë të prokurorisë që me rastin e ngritjes, madje edhe para ngritjes së akuzës që me atë njoftimin e famshëm, si një tentativë të prokurorisë që me çdo kusht me i dënuar shkrerët e ushtrisë çlirimtare të Kosovës, fillimisht me i paragjyku këta, me i paragjyku për faktin se një pjesë jo e vogël e njerëzve që aktualisht... Kemë fjalë me kriju një opinion publik i cili do të shkonte për shtatit dënim. Absolut, me kriju një narracion që këta janë përgjegjës, me kriju një narracion me i paragjyku këta për faktin se kështu do të justifikoheshin mos suksesi i misioneve paraprake me theks veçantë e Euleksit, sepse një pjesë e atyre njerëzve që punojnë atje me theks veçantë për prokurorin kanë qenë të angazhum në kuadrë të misionit e Euleksit dhe realisht dihet suksesi, dihen rezultatet e tyre. Prandaj paragjykimi që në start procesit ka qenë diçka që ka karakterizu këtë proces,
një proces me shumë të panjohura, me një proces me mungesë të transparencës, një proces i kompromitum që në nisje, për faktin se si që dihet, kanë rrjedhur informata, kanë rrjedhur dokumentacione, dhe gjykata absolutisht së paku për publiku nuk e ka bërë të qartën se ka majt i kanë përgjegjës për faktin se njerëz janë dënu për këtë çështje dhe kanë majt burgim, që në kupton që kanë qenë dokumente të dhomave të specializume, mirë po nuk ka shku deri në fond për faktin se si që djetë as kush së paku në publik nuk është mbajtur përgjegjës. Pastaj, një qasje e tillë e prokurorisë ka qenë jashtëzakonisht shqetësuese në vazhdimsi të procesit. Filluan nga fakti, e kemi pa edhe në kronikat e juaja, për shembull kur mberën si të mirëqenia deklarata ose dëshmi të njerëzve të cilët është konstatuar që kanë pas probleme. Dhe të ndalemi në këtë pikë, zotëri Bajraktar, duke marrë parasysh krejt to që kanë ndodhur, sepse i kemi përcjellur me vëmendje normalisht me vëmendje të madhe. Një gjë që është folur në këtë studio është se 400 e madhe brenda aktiv vitit do të mund të lëshohen dhe të mbrohen në liri. Duke parë parasysh mbarvajtjen se si po shkon procesi, a e minon realisht që kjo seanca e sotme një gjë të tillë të ndodhë në të ardhmen? Absolutisht e minon, po ashtu edhe ajo loja kushtimisht me thënë e prokurorisë që në ditën e fundit ku ka pas mundësi me paraqit prova, paraqet disa prova të pretenduara të cilat natyrisht që nuk kanë relevancë për procesin, mirë po ekskluzivisht... Dhe edhe këto prova mund ta minojnë një gjë të tillë? Natyrisht, sipas tentimit të prokurorisë me faktin që gjykata në mos të konsiderueshme 90% ka qenë vetëm aprovuese e propozimeve të prokurorisë, atë natyrisht që është i minuar procesi. E kam thënë, besoj në bisedë edhe me juve, sikur do të kishte minimalisht drejtësi, ish-krerët e Ushtrisë Shqiptare të Kosovës nga fillimi i prillit të këtij viti do të duhej të rishikohej masa për faktin se nuk ekzistojnë asnjë arsye ligjore që të njëjtit të vazhdohet masa para burgimit si masa më ashpër për sigurimin e prezencës pa ndërtuar procedurë. Ne kemi parë kohën e fundit gjykata speciale dhe aktorët e saj janë zënë shumë në gojë nga Grenell dhe realisht ky presion si po ndikon komplet procesin, cili doni? Rina? As pak. As pak.